Në kuadër të implementimit të projektit IPA-TEK, teknologji në miniaturë në sektorin agro-ushqimor në zonën e Adriatikut, projekti financuar në kuadër të programit IPA-Adriatik me fonde të Komunitetit Evropian, Auleda, Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal, kompania italiane që promovon teknologji në miniaturë Olivia Service dhe fermeri Bledar Ferruna e Orikum, me mbështetjen e Këshillit të Qarkut Vlorë, Bashkisë Orikum dhe Drejtorisë së Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, organizuan sot demonstrimin praktik të promovimit dhe përdorimit të teknologjisë në miniaturë për prodhimin e vajit të ullirit. Teknologjia në miniaturë i referohet fabrikave lëvizëse që shkojnë pranë fermerit dhe përpunojnë produkte bujqësore dhe blegtorale në gjendje të freskët. Këto fabrika lëvizëse zënë një gamë të gjerë produktesh të transformuara duke përfshirë sektorin e përpunimit të frutave të freskëta për prodhimin e lëngjeve të frutave, përpunimin e ullirit për prodhimin e vajit të ullirit, përpunimin e qumshtit për prodhimin e djathit, gjizës dhe nën-produkteve të tjera të qumshtit, përpunimin e mishit dhe prodhimin e nën-produkteve të tij. Fermeri Bledar Ferruna i flet për teknologjinë në miniaturë që bën përpunimin e ullirit dhe prodhimin e vajit të tij. Për impjantin që kam sjellë nga Italia është një diçka e re për Shqipërinë, është një impjant me nxjerrje me ujë të ftohtë dhe ka një diçka më shumë për fermerët shqiptar, sepse e nxjerr vajin direkt në shtëpinë e tyre. Plus ka dhe një diçka akoma avantazh që dhe bërsin fshatarit ja lë tek shtëpia. Është shërben o për plek kimik, o për lëndë djegëse, o po dhe për pemët. Është një avantazh shumë, është dhe për kafshët, për pulë, për lopët, është një ushqim. Ky është avantazhi që unë mendova të sillja nga Italia këtu për fermerët shqiptar. Kjo do funksionon në për shtëpira, do vete direkt te fermeri. Mirela Koçi, drejtore e Agjencisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal Auleda, tregon se teknologjia në miniaturë përbën sot një trend të rëndësishëm në të gjithë komunitetin evropian, pasi është një teknologji jo shumë e kushtueshme, fleksible, përpunon produkte dhe në kapacitete të vogla. Është shërbim që ofrohet fermerit në vendin e punës, redukton kostot e prodhimit dhe shpenzimet e magazinimit, rrit cilësinë e produktit të përpunuar në gjendje të freskët, si rrjedhoi, shkurton hallkat në zinxhirin e vlerës së produktit, duke bërë që fitimi real t'i shkojë fermerit dhe jo të tretëve. E mbështetëm këtë aktivitet sot, sepse ishte në koherencë me projektin IPA-TEK, projekti teknologji në miniaturë për produktet agro-ushqimore në zonën e Adriatikut, një projekt IPA Adriatik i financuar me fondet Komunitetit Evropian, që po zhvillohet me partner nga Italia, nga Kroacia, nga Slovenia, Bosnjë Hercegovina, Mali Zi dhe Greqia. Duke qenë se është një projekt që ka në fokus produktin agro-ushqimor, përbën shumë interes. Teknologjia në miniaturë është një trend sot për të gjithë Europën, është një teknologji që po promovohet gjërësisht, sepse i shkon prodhuesit, i shkon fermerit dhe ja ofron shërbimin në vendin e tij të punës, duke i reduktuar kostot e transportit, kostot e magazinimit, kohën që ai duhet të harxojë për të çuar produktin në fabrikë. Dhe është një teknologji që nuk funksionon vetëm për sektorin e vajit të ullirit. Zotëria Bledar përmendi këtu makinerinë dhe ne sot po demonstrojmë një makineri miniaturization teknologji për vajin e ullirit, por kjo është për prodhimin e lëngjeve të frutave, prodhimin e pelteve, të marmalatave, pra përpunimin e frutave në gjendje të freskët, përpunimin e qumshit po në gjendje të freskët, duke i shkuar fermerit dhe duke i shkuar blegtorit në vendin ku ai grumbullon produktin. E njëjta gjë është dhe për mishin, pra pajisjet kanë një gamë, përfshin të gjithë gamën e produkteve agro-ushqimore. Sigurisht kjo është një eksperiencë e parë dhe ka nisur ndoshta edhe shpeshherë nga fakti që fermeri kur çon produktin në fabrik nuk është i bindur nëse vaji i ullirit që merr është vaji i ullirit nga produkti i tij, nga ulliri i tij, apo është nga dikush tjetër, sepse forma e përpunimit të fabrikës është e tillë që nuk e bën diferencimin. Në këtë rast ka bindjen që i bën shërbim ullirit vet, i prodhon, produktin e përpunon në gjendje të freskët dhe vetit fiziko-kimike dhe organoleptike të vajit të ullirit janë më të përmirësuara sepse flasim për një produkt të pamagazinuar, që nuk rrifet nga myku, nuk ka probleme të tjera që shfaqen shpeshherë kur magazinohet ky produkt. Unë do them që jemi në koherencë edhe me Këshillin e Qarkut të Vlorës, që sapo ka nisur një projekt gjithmonë me promovimin e vajit të ullirit sepse është produkti tipik rajonal që ne kemi.
Bledi Leka, shef i kabinetit në Këshillin e Qarkut, përgëzon këtë projekt i cili ju vjen në ndihmë fermerëve në qarkun e Vlorës. Jam shumë i lumtur që teknologjitë të tilla të prodhimit të vajit të ullirit në qarkun tonë ecin në koherencë të plot me kapacitetet që ka qarku im për prodhimin e vajit të ullirit. Duhet të theksoj këtu që qarku i Vlorës është qarku që ka numrin më të madh të fabrikave të vajit të ullirit dhe fabrika që me plot bindje them që janë goxha moderne dhe goxha të përparuara. Gjej rastin këtu që të theksoj atë që tha dhe Mirela pak më parë, që ne jemi duke lançuar tani, duke filluar një program i cili është program në kuadrin e programeve IPA të Bashkimit Evropian për promovimin e vajit të ullirit. Njëkohësisht ky program përveç promovimit do të bëjë dhe studime për të njësuar teknologjinë e prodhimit të vajit të ullirit në të gjitha këto fabrika. Pra do kemi një standard që do jetë standardi i Bashkimit Evropian dhe që do të bëjë në të njëjtën kohë dhe për shpërndarjen e informacionit midis fabrikave për prodhimin e vajit të ullirit. Demonstrimi i sotëm gjeti interes shumë të madh nga ana e Drejtorisë së Bujqësisë Vlorë dhe Qendrës së Transferimit të Teknologjisë Bujqësore Shamogjin, të cilët do të vazhdojnë promovimin e kësaj teknologjie dhe me fermerë në zona të tjera. Ndërsa ky aktivitet është në vazhdim e aktiviteteve që Auleda po organizon këtë vjesht, aktivitete që kanë startuar me pjesëmarrjen e Auledës në panajinin e madh Max Fruit në Cezena, që u organizua javën e 2 të shtatorit.